Përshëndetje të nderuar teleshikues të 77 News. Jemi përsëri së bashku në Shqipëri e Re në Fokus, duke fotografuar në mënyrë të vazhdueshme së fundi për ju të gjitha kandidaturat për deputet në Parlamentin e pas 23 qershorit, prezantuar dhe do të vinë në vazhdimsi në vëmendjen tuaj nga Partia Lëvizja Shqipëriare. Kam kënaqësinë të bëj dije që i ftuar i ditës sotme është zoti Ilia Kondi, kandidat për kryeqytet. Faleminderit zoti Kondi që jeni për ftesën zoti Mora. Është kënaqësi. Është për 3 ditë tashmë, pavarësisht se ju keni një dimension të personit publik, bëhet një autoprezantim i gjithë secilit. Pra kush është Ilia Kondi, origjina e tij, e familjes sigurisht që ka një rëndësi të jashtëzakonshme, përkatësisht për Partinë Lëvizja Shqipëriare që e ka familjen në shtyllat e saj të programit, por padyshim edhe për gjithë ata që nuk kanë bënë me Lëvizjen Shqipëriare, por që bëjnë pushtetin e nesër nëpërmjet votës. Ju falenderoj së pari, domethënë, duhet të shprehem që është nga të parat intervista ku kërkohet një profil, domethënë, dhe ky profil i shërben natyrisht kontributeve në politikë, sepse në vetvete qytetarët kanë nevojë të dinë kush janë përfaqësuesit e tyre, kush janë ata persona që nesër kanë shansin që të udhëheqin dhe të marrin dorë politika të rëndësishme, siç janë politikat sociale, politikat ekonomike, politikat për të përfaqësuar në vendin e tyre. Origjina ime, të flasësh për origjinën në radhë të parë është një kënaqësi, por nga ana tjetër është edhe një obligim që duhet t'ia tregosh të gjithë qytetarëve rrënjët e tua. Rrënjët e mia janë nga Frashëri i Përmetit, i një qyteti domethënë me shumë vlera, po edhe një fshati mendoj unë, domethënë siç është Frashëri, që kalon dimensionet e një qyteti, e një zone të gjerë me vlera njëkohësisht për shkak të kontributit që kanë dhënë frashëllinjt në kohë, domethënë dhe në histori. Origjina ime është nga Frashëri dhe unë e them me krenari të madhe, domethënë dhe shpeshherë kur shumë persona më pyesin. Jam frashëllit. Nga është origjina, unë jam frashëllit, them, domethënë dhe nuk them jam përmetar. Le të themi domethënë janë ngjizur tek mua disa koncepte shumë pozitive, domethënë për vetë faktin që jam rritur në Frashër, për Frashërin në disa momente të veçanta unë kam arritur edhe të shkruaj, të shpreh ato mendimet e mia domethënë për Frashërin dhe mendoj që pa diskutime edhe kjo zonë domethënë kaq e mrekullueshme ka nevojë që t'i rikthehet identiteti. Në ç'kuptim t'i rikthehet identiteti? Për shkak të vlerave të cilat duhet të promovohen shpeshherë. Me sa dim ne, domethënë, me nostalgji e kujtoj Frashërin, sepse kam ikur prej aty shumë i vogël, që në Frashër ruaj shumë kujtime të bukura, aty ka patur një gjimnaz, domethënë që kjo tregonte që arsimimi. Ju keni kryer arsimin fillor dhe të mesëm në fshat? Dhe kjo pjesë klasën e parë unë e kam bërë në Frashër. Por mbaj mend domethënë që aty ka patur një gjimnaz shumë të madh, dhe kjo tregon për zhvillimin që kishte dhe vëmendjen që kushtovej në arsimimit, domethënë, sepse duhet tregojmë realisht që Frashëri nga përmendje është një zonë e thellë, është rreth 6 orë, domethënë udhëtim se u thonë atkoh më këmbë. Më pas, domethënë, kishte edhe mjete transporti, kuptohet, por që ishte një zonë e largët nga përmendjet, po përsëri aty çfarë? Kishte shkollë, kishte spitale, domethënë, edhe tregohej një kujdes dhe një vëmendje ndaj Frashërit. Dhe sot shohim 3-4 familje, është abandonuar krejt, dhe kur them t'i rikthehet identiteti i Frashërit, që mos jenë thjesht ato shtëpia e vëllezërve Frashëri apo disa vende, domethënë pika turistike le të themi, por të kthehen dhe banorët, pse jo? Do të ishte diçka shumë pozitive. Se disa është e mundur kjo gjë, folet për Frashërin sepse me të drejtë thoni jam frashërli, po pyetja ishte kush është Ilia Kondi, do votojnë Ilia Kondi, cili ka krenari dhe ka dhe një lloj brerje të ndërgjegjës për të kontribuar në rikthimin e vlerave të frashërlinjve, por ju jeni i kandiduar në kryeqytetin e Tiranës dhe sigurisht për të kontribuar në politikë bërje që kryeqyteti të jetë në një dimension sa më dinjitos. Problemet janë pafund në kryeqytetin tonë të dashur, i cili është një metropol, ku kemi Frashërli, ku kemi Tropojan, ku kemi Dibran, siç është origjina ime, ku kemi Vlonjas, siç është origjina e punonjësve në studio, e kështu me radhë.
Atëherë, le të flasim, qëndrojmë ke Ilia Kondi, i cili, përsa unë jam i para informuar, ka kryer me pasion një autoformim të tij, studime pafund, punë pafund, për të ndërtuar dimensionin e tij profesional në nivelet që i ka. Le të flasim për këtë. Pa diskutim, domethënë tek mua ka disa vlera pa diskutim, edhe këto vlera mendoj që janë edhe në fushën ku unë kam kontribuar më shumë, domethënë fushën e drejtësisë, njëkohësisht edhe fushën e gazetarisë. Unë jam diplomuar në Universitetin Shtetëror të Tiranës për gazetari, njëkohësisht jam diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë për drejtësi, njëkohësisht domethënë kam mezavruar dhe studimet master në Fakultetin e Drejtësisë në drejtimin civil. Pse gjithë ky angazhim dhe pse dy fakultete? Pas të nevojshme gjatë punës si gazetar, unë kam punuar rreth 7 vite në një televizion kombëtar, kam bërë emisione nga burgjet e Shqipërisë dhe pash probleme shumë të mëdha sociale dhe ligjore. Në momenti që evidentoja shumë probleme të rënda ligjore që i tregonin vetë të burgosurit, atëherë mendova që duhet bërë diçka edhe për formimin tim në fushën juridike. Pretendoja që të mos isha thjesht një gazetar që shef lajmin në mënyrë sipërfaqësore. Por çfarë ndodh? Në momentin që po lindej një vullnet dhe një dëshirë dhe unë po eksploroja me këtë gjë, mendova pse jo të ushtroj dhe profesionin e juristit. Po jo se e praktisa gazetarin, pra paralelisht më jepen mundësitë në qendrën për drejtësi dhe solidaritet. Kanë korelacion mjaft interesant të dy profesionet. Në qendrën për drejtësi dhe solidaritet, t'i kuroj juridikisht ato çështje dhe nga ana tjetër më jepet mundësia nëpërmjet ryezave që zhvilloj çdo javë që të shpalos edhe ato pikpamjet e mia, backgroundin tim nga fusha e gazetarisë. Pra është një kombinim i dyave. Dhe për më tepër unë jap mësim në drejtën administrative në Fakultetin Vitrina, edhe kjo është një vlerësim shumë i madh që më është bërë mua, që më është besuar mua që këto produkte të reja që do jenë nesër në tregun e jurisprudencës, për një lëndë specifike, pra për drejtën administrative, të kenë kaluar nga duart e mia. Dhe kjo është një vlerë për mendimin tim. Të gjitha këto përvoje, le të themi, të përditshme, që i prekim, i hasim çdo ditë, njëkohësisht edhe problematika që i kuptojmë, rekomandime që i japim nëpërmjet qendrës për drejtësi dhe solidaritet, mendoj që kanë krijuar Kondin që ju kërkoni ta dini, domethënë në kuptimin e asaj që është një njohës i problemeve i background. Dëshiroj që ta transferoj njohurinë time tek ata që na shohin nëpërmjet ekranit dhe sigurisht ata që na lexojnë nëpërmjet gazetës ku ju kontribuoni në mënyrë të përditshme. Atëherë, Kondi, ju sapo folit për korelacionin midis dy profesioneve në personalitetin e Kondit, dy profesione shumë të rëndësishme. Por me sa kuptoj unë, tashmë ka dhe një profesion të ri në horizont në eksperiencën e Ilia Kondit. Eksperjenca e vlerësuar sipas perceptimit tim personal, që tashmë do ballafaqohet me një sfidë të re, me profesionin e politik bërësit. Jeni kandidat për deputet në kryeqytet. Atëherë, si do t'i shfrytëzoni këto dy eksperienca të jashtëzakonshme, pse jo mund të përdorim edhe mbiemra cilësor të kësaj kategorie, karshi politik bërës, karshi ju merrni përgjegjësinë të përfaqësoni qytetarët në tempullin e demokracisë. Tempulli i demokracisë me probleme në rastin shqiptar, funksionimi i tij ka ju si gazetar sigurisht që e keni vënë re dhe keni shkruar për problemet që mos funksionimi i drejti tempulli i demokracisë. Atëherë çfarë do bëj Ilia Kondi për një gjë të tillë? Së pari, dua të shpjegoj domethënë arsyet pse unë aderoj në Lëvizjen Shqipëriare. Tregojmë sinqert, domethënë kam patur një lloj antipatie në thonjës ndaj politikës. Por çfarë ndodhi tek mua? Kisha një dëshirë të brendshme për të angazhuar me politikën, por nga ana tjetër një antipati ndaj politikës. Isha në dilemë dhe vazhdoja të isha në dilemë. Pse vinte kjo gjë? Kjo vinte për arsye sepse politika ose mënyra se si ushtroi politika nuk mbushte tek mua, domethënë, ato principe, ato ide, ato le të themi qëllime, misione, vizione që ka çdo njeri domethënë për vendin e tij. Kjo është arsyeja që duke aderuar pranë Lëvizjes Shqipëriare, Partisë Lëvizja Shqipëriare, fillova të kuptoja që këtu përshtateshin shumë nga ambicjet e mia, nga këto synime që kisha unë.
Dhe mendova që është terreni i dur, është vendi i dur ku gjendet modeli i politikbërjes. Pse e them këtë gjë? Gjendet modeli i politikbërjes këtu dhe jo në partitë e tjera. Për arsye sepse këtu punohet me të vërtetë. Këtu puna preket çdo ditë. Që nga qendra për drejtësi dhe solidaritet, qendrat e tjera që ne bashkëpunojmë dhe koordinojmë, qendra për drejtësi dhe zhvillim, qendra e mendimit pozitiv, po për vetë faktin sepse mendoj unë lideri i Lëvizjes Shqipëriere, partisë Lëvizjes Shqipëriere, zoti Edmond Vlashaj, është një frymëzim për mua, le të them. Pse ndodh kjo gjë? Ndodh kjo gjë sepse tek ai unë shoh që janë një sër komponentësh të një politikani të ri dhe me potencë, i cili na udhëheq. Tregojmë sinqerisht. Jep modelin kryesor, Jep si modelin çdo lider kryesor. i një partie. Dhe kjo gjë, pastaj, kjo gjë më frymëzon mua që të punoj individualisht dhe të përfaqësohem individualisht me ato vlerat dhe kontributet që unë kam. Por duke qenë se lideri kishte një vizion të qartë për atë që synonte të arrinte, për vizionin e tij, kjo gjë domethënë më dha mundësinë që edhe unë të bëhesha pjesë e Lëvizjes Shqipëriere. Në shembullin e Dhe modelit. kontributin tim, domethënë ta shpërndaj te të gjitha dhe njohësit e mi, përkrahasit e mi. Duhet kuptojmë domethënë që jemi shumë. Pyetja që lind në mënyrë krejt natyrshme është ju keni shfaqur sapo e shfaqet antipati për politikbërjen, për klasën politike. Çfarë do bëjë Ilia Kondi në dimensionin e partisë Lëvizja Shqipëriere, që qytetarët si Ilia mos kenë antipati për politikbërjen, po të kenë simpati? Unë mendoj që çdo qytetar duhet të ketë kulturën e ligjit. Çdo thotë kjo. Kjo do të thotë që le të themi ka nevojë të ndryshohet sistemi dhe sistemin e ndryshon vetë Lëvizja Shqipëriere në bazë të përfaqësimit që do marrë në parlament, po nga ana tjetër ne ngrehinën ligjore kemi domethënë le të themi dhe nuk kemi një shtet që nuk kemi disa vlera. Pra ngrehinën shtet e kemi. Thjesht zbatueshmëria e ligjit. Unë jam rritur me frymën që çdo gjë duhet jetë në vendin e vet, edhe çdo gjë ekziston, çdo vlerë shoqërore duhet të shpaloset. Të paktën mendoj, domethënë, duke qenë një individ i ri, efikas, në punën që unë e tregoj çdo ditë dhe mënyrën se si bëhet kjo punë, atëherë mendoj që nuk ka brirë lideri. Lider është ai që punon. Lider është ai që tregon modelet. Lider është ai që është rritur me frymën e ligjit, që ka këtë background, domethënë që nuk është i korruptuar, dhe lider është ai që s'bën kompromis me korrupsionin. Ky mendoj unë është lideri. Padyshim. E kam dëgjuar kryetarin e partisë tuaj që flet vazhdimisht për punën si institucioni më i rëndësishëm i ndryshimit, si institucioni më i rëndësishëm i politikbërjes. Edhe në programin tuaj flitet që ndalohet me ligj lypja, që sigurisht është një instrument penalizues, duhet parë, por kur ti mendon që pas penalizimit të një fenomeni negativ, ofrohet alternativa për të zëvendësuar atë punësime në politika sociale, kjo padyshim i jep institucionit punës vlerën e dur apo jo? Ja pra, dalim sërish te pyetja e parë, se si ju do udhëheqni nesër. Ne kemi menduar që lypja nuk ikën nëpërmjet udhëzimeve, nëpërmjet akteve ligjore, marrëveshjeve midis ministrive. Lypja ikën njëre mirë për gjithmonë, domethënë, nga Shqipëria në momentin që kemi punësim. Do të thoni ju, si do arrihet ky punësim, sepse edhe partitë e tjera premtojnë punësim. Jo, ne kemi treguar nëpërmjet modeleve se si punohet. Edhe nëpërmjet vullnetarizmit. Vullnetarizmi është një punë shumë efikase që duhet të nxitet e shqiptarët. Shqiptarët kanë haruar konceptin vullnetarizëm. Ose edhe solidar nuk janë më. Dhe solidariteti janë bërë egocentrist. Është janë bërë pragmatist në maksimumin e mundshëm. Dhe ne kemi shumë, edhe nëpërmjet platformës Lëvizjes Shqipëriere, ka shumë mundësira, domethënë pafund, punësimi, energjia e rinovueshme, se si të rinj domethënë duhet të jenë në administratën publike, dhe kjo duhet të shkëmbehet me eksperiencën që kanë të vjetrit, ka mënyra pafund, platforma është e qartë, thjesht është vullneti.
Dhe këtë vullnet, këtë dëshirë që ne kemi tani, le të na japin mundësinë ta tregojmë sepse jemi të gatshëm. Nuk është thjesht çështje dëshire, po është dhe çështje përgjegjësie pa diskutim, por jemi figura të gjithë të zgjedhur, domethënë, me një background, shumë të mirë, shumë të menduar, ku korrupsioni domethënë nuk ekziston absolutisht, për korrupsion. Sepse nuk vim nga vende ku kemi patur X post, kemi për X korrupsion, absolutisht gjëra të tilla. Çdo gjë vjen nga vlera. Vjen nga bazat e vlerësimit themelor. Okej, atëherë duhet të flasim, ju tashmë deri tani folët për Elia Kondi, studiues në 2 shkenca të rëndësishme, tashmë jo studiues pa aplikues si një shkencë tjetër të rëndësishme siç janë ato të shkencave politike, por në programin e Partisë Lëvizjes Shqipëria e Re, kërkoj ndjes për lapsusin, familja ka një rol të rëndësishëm. Në këtë rast, si kandidat për deputet, familja e Elia Kondit, cila është? Atëherë familja ime vjen nga 2 prindër, të cilët janë prindër të mrekullueshëm, të arsimuar mjeksi, i matë stomatolog, ka mbaruar shkollën në Tiranë, ime madhe, domethënë, ka mbaruar shkollën për mjeksi në qytetin e Korçës, origjina e të dyve është nga Përmeti, domethënë jam formuar nga prindrit e mi me një kulturë familjare, tradicionale, pa diskutim, ku mbizotëronte harmonia, mbizotëronte paqja, të 2 besimi gjithashtu. Pra këtë model keni ndërtuar dhe familjen tuaj, besoj. Pa diskutim, ata kanë qenë prindrit e mi të besimit ortodoks, madje mbaj mend edhe këto festat fetare, domethënë i bënim në familje, edhe pse fshehura si. Duhet kuptojmë në atë kohë, po në imazhin tim, prindrit dhe mendojnë nëse jam ky që jam sot, një aspekt shumë të rëndësishëm, jo, le të themi të drejtën që modelet edhe krijohen gjatë rrugës. Ne nuk mund të jemi 100% produkt i prindërve, po një rol të rëndësishëm për thamash familja, dhe unë e vlerësoj këtë gjë dhe jam përpjekur që familja të ndihet ai respekti në familje dhe në familjen e re që unë kam krijuar. Ti le të flasim dhe për atë se dimensioni i parë, familja e vogël e Elia Kondit. Po, familja ime është bashortja ime, një juriste shkëlqyer, e cila aktualisht punon në një institucion të shtetit shumë të rëndësishëm, edhe një vajzë 2 vjeç e gjysmë, që sa po e kujtojmë në traditën shqiptare dhe u bë 100, sigurisht qoftë me fate dhe me gjitha të mirat. Okej, zoti Kondi, unë ju falenderoj dhe ju uroj më shumë suksese në profesionin e tretë, se shumë suksese që keni arritur në 2 profesionet e para, por në këtë profesion padyshim kemi të bëjmë në të gjitha profesionet me përgjegjësi ndaj vetes edhe ndaj familjes dhe ndaj shoqërisë. Por në profesionin e politikbërjes, përgjegjësia ndaj vetes, familjes dhe shoqërisë është më e madhe. Kështu që ju uroj suksese. Unë mendoj që kombi shqiptar tashmë, domethënë, ka nevojë të provojë një forcë politike e cila ka vlera. Ka ardhur koha, duhet ta bëjë këtë gjë sa më parë të jetë mundur. Ka ardhur koha që ne të vendosim për të ardhmen tonë. Dhe kjo është një përgjegjësi e madhe. Është e ardhmja ime, është e ardhmja e familjes sime, është e ardhmja e të gjithë shqiptarëve. Kështu që kush ka sy dhe vesh, dëgjot. Njëkohësisht, në momentin e duhur, mendon. Por do flasim edhe për qendrën për drejtësi dhe solidaritet, në cilën ju bashkëpunoni brenda Partisë Lëvizjes Shqipëria e Re, dhe është një dimension ekzekutiv i rëndësishëm i kësaj partie. Qendra për drejtësi dhe solidaritet po rritet dita ditës, po piqet, le të themi, siç përdor shprehje popull. Pse ndodh kjo gjë? Sepse po shkojmë në një kohor 1 vjeçar që është krijuar kjo qendër, dosjet shtohen pafund nga qytetarët, përgjigjet nga administrata kanë dhe një frymë sensibilizimi dhe pozitive sepse kuptojnë rëndësinë që ka qendra, konsulenca ligjore falas vazhdon të jepet çdo ditë ndaj qytetarëve. Kemi treguar dhe kemi sjellë disa modele shumë të mira se si duhet të funksionojë administrata publike, vazhdojmë me tryeza të përjashme me shoqërinë civile, me shoqatat kombëtare. Herën e fundit ne kishim ftuar shoqatën në dobi të gruas shqiptare, drejtuese Sevim Arbanën,
ku diskutuam në lidhje me eliminimin e dhunës ndaj gruas, cilat janë masat që duhet marrë, a duhet ketë strehime për dhunuesit tashmë, jo për gratë të dhunuara, siç jemi mësuar tradicionalisht, domethënë që gruaja bashkë me fëmijët e dhunuar ikën nga shtëpia, bëhet prej trafimit e dhunës ndaj fëmijës e lypjes, jo, strezat për dhunuesit, rehabilitimi ndaj dhunuesve, sepse ata janë shkaktari kryesor, domethënë që kemi arritur në prishjen dhe dëmtimin e familjes. Kemi patur shumë ide tjera edhe me shoqata të tjera nga shoqëria me përfaqësues të pakicave, me përfaqësues të njerëzve në nevojë, e brezit të vjetër. Është një eksperiencë pafund e imja personale, një stafi të madh që punon në Qendrën për Drejtësi dhe Solidaritet. Por çfarë ka ndodhur këto 2 muaj të fundit, duke qenë se Qendra për Drejtësi afron dhe mundësinë që pranë zyrave të saj të vinë dhe shumë studentë ose juristë që kanë mbaruar studimet në drejtësi, të ushtrojnë praktikën pranë qendrës tonë. Është një praktikë ndryshe nga llojet e tjera pranë studieve të avokatisë, ku çështjet një pjesë e madhe janë të përfunduara. Këta studentë dhe këta juristë kanë mundësinë që ta ushtrojnë vetë profesionin, madje janë krejt pavarur në orientimin tim, që të bëjnë të mundur edhe ndjekjen e çështjes nëpër institucione dhe të përjetojnë çka ata realizuan. Çdo të thotë kjo, që praktika është një formë tjetër që ju jep një mundësi në tregun e punës, njëkohësisht edhe në të ardhmen në formimin e këtyre juristëve të rinj. Por në thelb e gjitha është prezantimi, promovimi i vullnetarizmit dhe solidaritetit natyrshëm, domethënë që është bashkëngjitur me vullnetarizmin. Okej, mund të flasim edhe për idenë se si lindi qendra, se ka rëndësi kjo, kush e solli idenë, si u bë faktibël? Duke qenë se unë punoja ditë për ditë në teren me shumë problematika të cilat ka vetë profesioni si jurist, përpiqesha qytetarëve jo thjesht u bëja një lajm, por edhe t'ja u zgjidhja problemin dhe ndodhte shpeshherë që t'ja u zgjidhja problemin, i kam thënë drejtuesit të Partisë Lëvizjes Shqipëria e Re, zotit Edmond Lasha, që kemi një mundësi, domethënë që ta vazhdoj këtë punë me qytetarët, domethënë çfarë mund të bëhet me këto raste që ne i zgjidhim, edhe ideja njëkohësisht e liderit të Lëvizjes Shqipëria e Re, zotit Lashaj, tha kondi do ta finalizojmë këtë me një qendër dhe do t'i vëmë emërtimin Qendra për Drejtësi dhe Solidaritet. Sa po më tha këtë emër, domethënë, u mrekullova, të them të drejtën, edhe është diçka që e kemi krijuar nga zero. Por çfarë ka qenë e bukur që këtu ka qenë vullneti, dëshira për të ecur, dëshira për të bërë pjesë e problemit të tjetrit, dëshira për t'i treguar këtij qytetari që ti nuk je vetëm, këtu kemi mbështetje. Për të treguar këtij qytetari që administrata publike duhet jetë shërbëtorja jote, jo ti shërbëtori i administratës publike. Kemi thyer disa tabu dhe jemi në mbështetje gjithnjë, domethënë, të qytetarit, të njeriu të thjesht nëse e keni bërë. Çdo qytetar tjetër, çdo person që ndjek këtë emision në Fokus, të jetë i bindur që këtu nuk ka asnjë dozë manipulim. Këtu çdo gjë është e vërtetë. Zyrat tona dihen tashmë ku është qendra për drejtësi dhe solidaritet. Ne i presim në çdo moment, jo vetëm të kuptojnë rëndësinë e qendrës për drejtësi dhe solidaritet, po pse jo të bëjnë dhe një shëtitje në gjitha ambientet, në gjitha zyrat që ka Partia Lëvizja Shqipëria. Të vinë të zgjidhin problemet e tyre nëpërmjet asistentës që ofron qendra. Jemi të gatshëm. Në këtë studio vazhdimisht kanë ardhur vetëm 33, të cilat sjellin pastërtinë e moshës dhe dëshirojnë t'ia injektojnë këtë pastërti shoqërisë, e cila nuk është aq e pastër për shkak të sistemit gabuar. Padyshim, në një demokraci e re në zhvillim, në një shoqëri në zhvillim, sigurisht ka sfida dhe projektet e reja kontribuojnë, siç është edhe i Partisë Lëvizja Shqipëria e Re, për ta ndryshuar për së miri. Dhe unë uroj suksese dhe sigurisht falenderoj që ishe me mua dhe falenderoj dhe teleshikuesit dhe sigurisht dhe lexuesit e 77 Newsit që qëndrojnë me ne. Padyshim ne ju ofrojmë njëri nga projektet politike të cilat janë në garë. Ju vendosni se cili do të konvertohet në vullnet legjislativ dhe padyshim në vullnet ekzekutiv. Ky projekt ka veçantitë e saj, e ti kërkojnë ndjes për lapse, të cilat tentojnë nga pikpamja teorike
të plotësojnë ëndrrën e kahershme të shqiptarëve për ndërtuar një Shqipëri të re, të begat dhe me solidaritet, siç e tha dhe zoti Kondi, ne tashmë jemi bërë pragmatist, jemi bërë egocentrist dhe për solidaritet. Okej, të falenderoj edhe një herë Ilia, ju falenderoj edhe ju të nderuar televizionistë, nga unë Artur Nura, mirupafshim.